Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë do të jemi dhe sot rreth një orë në transmetim ku do sjellim disa denoncime të qytetarëve shqiptar, të cilët kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet nëpërmjet emisionit Pa Gjurmë këtu në ekranin e Report TV. Por dua ta nis mes ditën e sotme me një rast urgjent të një të riu nga Tropoja, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjarët e tij. Bëhet fjalë për 26 vjeçarin Florian Tabaku, i cili në datën 20 tetor, së bashku me nënën e tij, kishte dalë për të mbledhur gështenja, por largohet, shkëputet nga nëna dhe nuk di e tij prej datës 20 tetor. Regjia na ka ndihmuar me pasaportën televizive të Florian Tabakut, 26 vjeçari nga Tropoja, i cili fatkeqësisht nuk është kthyer ende në banesë. Gjithë familjarë të afërm që jetojnë dhe jashtë vendit kanë mbritur në Tropoj, po bëjnë kërkime në teren, por ende nuk kanë zbuluar një gjurmë të riut. Edhe pse dyshohet se ndoshta sipas informacioneve mund të ketë hyrë në territorin e Kosovës, por e vërteta nuk dihet. Unë dua të prezantoj një material që kolegja ime Ersela ka përgatitur për humbjen e këtij 26 vjeçari nga Tropoja dhe rikthehemi për të pasur një lidhje telefonike me motrën e tij, e cila së bashku me familjarët janë ende në teren duke kërkuar për fatin e vllajt të tyre. 26 vjeçari Florian Tabaku nga Tropoja është dukur në rrethana ende të paqarta më 20 tetor, pasi kishte dalë të hënën me nënën e tij për të mbledhur gështenja në zonën e Kamenicës, në Bajram Curr. Sipas familjarëve, i riu është larguar për pak nga ëma dhe më pas ka humbur çdo kontakt me të. Pas kërkimeve të pasuksesshme, familja ka bërë kallëzimin në komisariatin e policisë së Tropojës. Kërkimet për 26 vjeçarin vazhdojnë me intensitet, ndërsa shpresa për ta gjetur të gjallë nuk është shuar. Familjarët e tij apelojnë për ndihmë dhe bashkëpunim nga çdo qytetar që mund të ketë informacion. Ndërkohë, autoritetet shprehen se nuk do të ndalen derisa të zbardhen rrethanat e zhdukjes misterioze që ka tronditur të gjithë zonën e Tropojës. Kjo është historia e 26 vjeçarit nga Tropoja, dashurmiq, i cili fatkeqësisht ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij, e theksoi në datën 20 tetor, vetëm përpara disa ditëve, dhe nuk dihet, drejtimi ngelet ende i paditur. Siç e thash edhe në fillim, që gjithë familjarët janë ende në teren duke kërkuar me shpresën për të gjetur gjurmët e tij, dhe në këto momente nuk do kem motrën e të humbrit, po do kem vllajin Fabion Tabaku në një lidhje telefonike dhe përshëndes. Fabion, përshëndetje nga Tirana. Fabion, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Të përshëndes dhe sinqerisht më vjen shumë keq për humbjen e vllajt tuaj, sepse e di që je ende në teren duke kërkuar për gjurmët e tij. Po, për momentin teren jam. Deri në këto momente që po flasim bashkë, keni arritur të zbuloni diçka për vllajin? Jo, deri këto momente nuk kemi arritur të zbulojmë asgjë. Jemi në zonën kufitore. Po. Të Kosovës me Shqipëri. Sepse ju dyshoni se ai ndoshta mund të ketë kaluar territorin shqiptar dhe ka hyrë në Kosovë? Po, është në zonë të Kosovës, është 100% e kanë po diku për herë të fundit. Atëherë ky është informacion që ndesni dritë jeshile për 26 vjeçarin. Pra ju po më tregoni që ka mbritur një informacion që dikush e ka parë në Kosovë. E ka parë dikush dhe për moment jemi në vendin ku e kanë parë, që ta dim nga cila anë drejtim ka marrë personi. Bëhet fjalë për cilin fshat apo qytet të Kosovës që vllai juaj është parë? Është parë në zonën kufitore të Qafmarinës, të Gjakovës. Të Gjakovës, sepse jam e sigurt që në këto momente të gjithë teleshikuesit që janë duke na parë, pikërisht të shqiptarët e Kosovës në zonën e Morinës të Gjakovës, që mund ta kenë ndeshur 26 vjeçarin, vllajin tuaj, janë të lutur të na telefonojnë, dhe regjia vazhdimisht të japi foton e Florian Tabakut, ky i ri nga Tropoja, dashurmiq, që figuron i humbur për familjarët që prej datës 20 tetor, kushdo që e ka parë, ka mbritur një informacion pas disa ditëve nga humbja e tij në familjen, është vllai i tij në
një lidhje telefonike Fabioni, i cili po na i përcjell të lajm se dyshohet se vllai i tij është parë në zonën e Gjakovës dhe konkretisht në zonën e Morinës. Kushdo që e ka parë të na telefonojë, vazhdimisht i jap kontaktet tona. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashur miq, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. I dashur Fabion, a keni bërë një denoncim në policinë e Gjakovës? Po, kanë bërë, denoncimin e kanë bërë në policisë. Personi që e ka parë vllain tuaj, çfarë ju ka treguar konkretisht? Ai bazohet vetëm nga fotoja? Jo, nga fota nuk bazohet nga fotoja, bazohet si është e ka pyet në çfarë drejtimi është rruga për Shqipëri, sepse kam humbur rrugën. Vllai juaj ka pyetur këtë shqiptar nga Gjakova për t'i treguar rrugën për të rikthyer në Shqipëri. Po, e ka pyetur dhe në qartë personi kosovar i ka thonë merr këtë drejtim drejt. Dhe pikërisht rreth para sa ditëve ka ndodhur e gjithë kjo bisedë mes t'i shqiptari nga Gjakova dhe vllai tuaj që dyshohet se ka qenë vllai juaj. Biseda me këtë ka ndodhur para sa ditësh që me 19 bazit e ka humbë vëllai, ka kuptuar. Në 20 është e kanë shpallur në kërkim. Pra është bërë denoncimi në polici dhe është shpallur në kërkim. Unë dua të pyes një dashur Na kanë ardhur ndihmat nga shteti i Kosovës dhe shteti i Shqipërisë. Kanë ardhur të kërkim shpëtimit të Kosovës me drona, e kanë sjell aeroplanin dhe shteti i Shqipërisë. Janë bërë kërkime nga ana e policisë së shtetit shqiptar, por dhe atit kosovar për të kontrolluar terrenin, por nuk kanë gjetur asgjë. Deri në këtë moment nuk kanë gjetur asgjë, asnjë gjurmë. Duke ditur që ju e njihni zonën dhe unë nuk e njoh atë zonë, është një zonë e thepisur, e rrezikshme, ka kafshë të egra, apo është një zonë, le të themi, e lehtë e kalueshme nga ana e çdo njeriu? Është një zonë pyllore, ka vetëm gështenj, mund të ketë dhe ndonjë kafshë të egër, ka. Dhe për të përshkruar në këmbë, nga momenti kur vllai juaj, le të themi, kanë qenë gjurmët e fundit me nënën e tij, duke mbledhur gështenja dhe deri tek fshati Morin që dyshohet se është parë, sa orë është ta përshkruash në këmbë, le të themi? Më fal, edhe një herë? Sa larg është fshati Morin nëse e përshkron me këmbë nga vendi ku vllai juaj po mblidhte gështenja atë ditë dhe u zhduk? Fshati Morin është zona këtu, besoj tamim një orë diçka të tillë. I dashur Fabion, unë dua të pyes, mbrëmjen e 19 tetorit, çfarë ju tregoi nëna? Ai ka qenë me nënën duke mbledhur gështenja, si kanë humbur ata bashkë kontaktet me njëri tjetrin, si janë shkëputur pas ditën e 19 tetorit? Ai ishte me nënën, por në atë moment ishte pak më poshtë. Mami duke mbledhur gështenja. Po? Dhe e kishte nënën në një vend që të priste. E qartë. Në ato momente ka dashur që qydari përpara e ka kërkuar dhe aty ka marrë rrugën tjetër gabimisht. Duhet theksuar që vllai juaj ka pasur probleme me shëndetin e tij mendor dhe i pavedishëm. Vllai ka probleme. Ka probleme me shëndetin mendor e temperatura. Po. Për shkak të një temperature të lartë kur ka qenë në foshnjë. Po, ka probleme. Dhe i pavedishëm fizikisht është mirë, është i shëndosh. E qartë, probleme fizike nuk ka. Ka një shëndet të mirë, po më thuaj një fizik të fort, dhe kjo gjë të bën të ndihesh mirë kur mendon që ka një fizik të fort dhe mund t'ja dali në këto ditë dhe në këto net, le të themi të ftohta, se nëse ai ndodhet në zonën e Gjakovës, në përfshatrat rrethinat përreth Gjakovës, mund të jetë në situatë rruge. Ndaj të dashur miq, është alarmante që kushdo që është duke na ndjekur të na ndihmojë për këtë 26 vjeçar nga Tropoja, i cili fatkeqësisht me probleme shëndetit mendor në mënyrë të pavedishme është larguar nga nëna e tij, ka humbur rrugën, ka kërkuar ndihmë në Gjakovë, një shqiptari nga Gjakova për t'i treguar rrugën që të kthehej në shtëpi, por nuk dihet çfarë rrugë ka marrë dhe drejtimi ngelet ende i paditur. Për shkak të problemeve e theksoj të shëndetit mendor, ky i ri mund të ndodhet në zonën e Gjakovës, në rrethinat përqar këtij qyteti dhe nuk di të kthehet në shtëpi. Kushdo që e shikon, është i lutur të njoftoj policinë e Gjakovës, pasi familjarët tashmë e kanë bërë një denoncim në qytetin e Gjakovës, por mund të telefonojnë edhe studion e emisionit pa gjurmë
në numrat që keni poshtë ekranit tuaj, pasi ne kemi kontakt tashmë me familjarët e të humbrit dhe në kohë reale do t'i përcjellim të gjitha këto informacione. I dashur Fabion, unë e uroj me zemër që mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e vllait tuaj, uroj që ai të jetë mirë, të kthehet sa më shpejt pranë familjes, sepse edhe ai vetë mund të kërkojë që të rikthehet, por nuk di se si të gjej rrugën që të vinë në Tropoj. Shumë faleminderit, çdo informacion ka shumë vlerë të madhe për një. Dhe besoj që çdo informacion është i vlerë shumë e madhe për ju, për familjen tuaj, që prej mbrëmjes së 19 tetorit jeni në rrugë duke kërkuar dhe e besoj dhimbje që përjetoni. Sot është dita e 5 dhe nuk ka asnjë gjurmë. Asnjë gjurmë nuk ka. Dhe kjo është një fatkeqësi për familjen Tabaku, dashur miq. Urojmë dhe shpresojmë që të gjendet. Shpresojmë se s'ka asnjë gjurmë, shpresojmë që të jetë shëndosh dhe mirë. Kush është mesazhi i dashur Fabion që do përcjellje drejt për së drejti nga studio e emisionit Pa Gjurmë për humbjen e vllait? Po, ju lutem shumë gjithëve dhe nga ana e Kosovës dhe nga ana e Shqipërisë, çdo informacion që për vllahun ton do jetë shumë i rëndësishëm për ne. Ju lutem të gjithëve shumë, nëse e ka parë apo diçka të na njoftoni. Do ketë dhe shumë shpërblime nëse na jep një informacion, do ketë dhe shpërblime. E urojmë që të kemi lajme dhe informacione. Regjia ta nxjerrë edhe një herë foton e Florian Tabakut, foton që na ka vënë dispozicion familja Tabaku. Ky është 26 vjeçari, dashur miq. Janë disa foto në fakt që familja na pas ka vënë dispozicion. Ky është 26 vjeçari që është larguar dhe ka humbur kontaktet me familjen e tij që prej pasdites mbrëmjes së 19 tetorit. I dashur Fabion, përpara se të largohesh, dua të bëj dhe një pyetje. Çfarë rrobash ka pasur të veshur vllai në momentin që ka humbur? Është e rëndësishme ky detaj. Vllai ka pasur një famet të kuq. Po, e kemi një foto që ai mban për një fanel të kuq përsipër. Është kjo foto? Jo, nuk është ai famel, është një famel me kapoç. Po? Gjyri kuq, atë famel ka pasur. Tuta xheza dhe atje të bardhë gjë. Ndërkohë, nëpërmjet fotove është një trup mesatare, të themi, nuk e di nëse ka ndonjë shenjë dalluese, ndonjë nishan të dukshëm, ndoshta pak fizikun e tij na i përshkruash, na ndihmon edhe ne me këto detaje. Fiziku ti është pak i shëndosh, është fizikun e ka të fortë. Ndonjë tatuazh, ndonjë nishan të dukshëm? Jo, tatuazh nuk ka. E qartë. Nuk di çfarë thon. Ndërkohë, ky është 26 vjeçari, edhe një herë Florian Tabaku, që regjia po na ndihmon me fotot e tij, nga Tropoja, i cili fatkeqësisht është larguar, është shkëputur nga nëna e tij dhe ka humbur kontaktet pas ditën e 19 tetorit dhe nuk dihet drejtimi që ka marrë, dhe pse familjarët dyshojnë se mund të ketë hyrë në territorin e Kosovës dhe ndoshta mund të jetë në situatë rruge. Ky 26 vjeçar kishte probleme të shëndetit mendor, i pavetëdijshëm është larguar, është shkëputur nga nëna, kushdo që e shikon, le t'i japi ndihmë, të njoftoj policinë, të njoftoj studion e emisionit Pa Gjurmë, që ta rikthejmë sa më shpejt pranë familjes, pasi padyshim ai ka nevojë për kujdesin e tyre. I dashur Fabion, uroj që të marrim lajme të mira dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Çdo informacion që do vi në studion ton, menjëherë gazetarja Ersela në kohë reale do t'ja përcjelli të gjitha informacionet e qytetarëve që do mbrin. Ju falenderoj shumë juve televizionit dhe gjithë shqiptarëve dhe të Kosovës dhe Shqipërisë që janë në kërkim çdo informacion, kemi shumë shpresa. E urojmë dhe lutemi dhe të përshëndesi dashur Fabion. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, isha në këtë lidhje telefonike me Fabion Tabaku, dashur miq, vllain e 26 vjeçarit të humbur prej pasdites së 19 tetorit nga Tropoja, i cili ishte momentalisht në zonën e Morinës në Gjakov, në zonën e Kosovës, ku po bënte kërkime për vllain e humbur, pasi informacionet dhe pista e parë e kërkimeve që vetë familja po bën është pikërisht Gjakova dhe rrethinat e këtij qyteti, pasi dyshohet se 26 vjeçari mund të ndodhet në situatë rruge në Gjakov. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve të Gjakovës, kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim, është i lutur të na ndihmojë nëse has një person të ngjashëm me foton që po shikoni në ekranin tuaj, jeni të lutur ta ndaloni, t'i ofroni ndihmë, të njoftoni policinë,
por të telefononi dhe studion e mësonit pa gjurmë, pasi gjithë familjarët tashmë janë në teren dhe po bëjnë kërkime së bashku dhe me uniformat blu si të Shqipërisë dhe të Kosovës, me shpresën për të gjetur gjurmët e këtij të riu. Lutemi dhe urojmë që mos të ndodhi asgjë e keqe me fatin e Florian Tabakut, por ai të rikthehet sa më shpejt pranë familjes së tij. Jemi rikthyer sërish bashk live dashur miq për të vazhduar në këto momente me një tjetër histori. Do të jemi në Gjirokastër dhe në fakt një 38 vjeçare nga Gjirokastra, Entela Rapi, ka kërkuar ndihmën e emisionit pa gjurmë, duke ditur që studio e emisionit pa gjurmë është një dritare për të gjithë qytetarët, ku kërkojnë që zëri tyre të dëgjohet. Kjo zonjë, e cila është nëna e një djali 18 vjeçar me emrin Miço, fatkeqësisht bashortin e saj ka humbur përpara 12 viteve dhe nuk vendosi të martohej më, por jetën ja dedikoi djalit të saj, i cili fatkeqësisht ka probleme të shumta me shëndetin. Ditën e sotme, kjo 38 vjeçare nga Gjirokastra kërkon të denoncojë bluzat e bardha në këtë qytet, pasi nuk kanë ofruar shërbim, trajtim mjekësor për djalin e saj të sëmur. Por çfarë ka ndodhur? Unë dua të prezantoj fillimisht një material, një kronik që redaksia e emisionit pa gjurmë ka përgatitur për denoncimin e Entela Rapit dhe më pas do të jemi në një lidhje direkte me Gjirokastran. Në korridoret e një spitali që duhet të jenë vend shprese, disa ditë më parë ndodhi një histori që e ktheu dhimbje në revolt. Një fëmijë, një ëngjëll me shumë sëmundje, një nën që s'ka pushuar asnjë ditë së luftuari dhe një mjeke që i ktheu shpinën. Në spitalin rajonal Omer Nishani të Gjirokastrës, nëna Entela Rapi kërkoi ndihmë për të birin, Miçon, një fëmijë që prej vitesh lufton me sëmundje të rënda, por nuk ka humbur kur buzëqeshjen. Miçua ka kaluar 2 infrakte, vua nga insuficienca respiratore dhe çdo ditë përballet me ilaçe, aparatura dhe dhimbje. Nëna e tij Entela është bërë infermiere, mjeke dhe mbrojtëse e vetme e jetës së djalit të saj. Sot në pa gjurmë, nëna e Miços Entela Rapi do të jetë në një lidhje telefonike ekskluzive për të rrëfyer me zërin e saj gjithë dhimbjen, padrejtësinë dhe luftën e përditshme për jetën e djalit të saj. Një histori kjo që nuk kërkon mëshirë, por drejtësi dhe njerëzim. Një histori e dhimbshme e këtij 18 vjeçari, i cili është me aftësi ndryshe, por jo vetëm kaq, dhe probleme të shumta me shëndetin e tij, me fizikun e tij, ku nëna e tij Entela 24 orë është mbi kokën e të birit për të kujdesur. Por çfarë ka ndodhur në spitalin e Gjirokastrës, ku kjo nën ka shkuar të kërkojë ndihmë, bluzave të bardha dhe këto të fundit nuk i kanë ofruar ndihmë, do të jetë pikërisht vetë nëna e 18 vjeçarit me emrin Miço në një lidhje direkte nga Gjirokastra dhe më njëherë dua ta përshëndes. Entela, përshëndetje nga Tirana. Entela, më dëgjon? Përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Unë të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe sinqerisht jam prekur shumë kur kam parë momentin e planeve, e materialeve që u dërguan në redaksin tonë për historinë e djalit tuaj dhe më erdhi shumë keq që pash Miçon, djalin tuaj 18 vjeçar në një gjendje të rëndë shëndetësore. Falenderoj, Odeta. Sepse kalvari Miçon gjatë, unë jam një nën që jam të gjatë gjithë kohës. Rasti i Miços, era e parë është bërë të rritim, në dhimbjet e tija nga shqipëtë që ka kaluar, vete shpeshherë në spital. Ndërkohë që të pretë në kaluar, shkoj në spital, i bëjmë vizitë të homologja të kandidatën, i vizitoj, mbaroj me spital, ndërkohë që Miçua kishte 3 në temperaturë. E dashur Entela, do ma tregosh të gjithë episodin me detaje se çfarë ka ndodhur përpara disa ditëve në spital, por fillimisht dua të pyes, nga se vuan djali juaj, ai ka lindur me probleme? Atëherë, Dimitri, gjatë Miço i flasim, Miçua vuan ka lindur me sindromën Down, është 18 vjeç. Po? Ndërkohë që gjatë kohës rritet dhe është shkaqur disa sëmundje të tjera, si ato kardiake, respiratore të mushkërive, ka kaluar një mikrobakterial, një sëmundje që i shkaqë hemorragjia në goja në stomak,
një kalvar i gjatë të mundet, domethënë që një zot e di vetë. Më vika keq, ju uroj jetë dhe shëndet djalit tuaj, por tani dua të pyes, çfarë ndodhi në spital? Djali kishte probleme dhe ti u niste drejt spitalit të Gjirokastrës. Atëherë, djali duke u bërë dita e premte, ka pasur oksigjenin. Në datën 22 qershor kam çuar në gjendje të rëndë me ambulancë ka Gjirokastra për shkak sepse i ulet oksigjeni dhe nuk i funksionon në trup. Po. Ditën e premte kam konsultuar te pneumologja, te kardiaku, kemi mbaruar dhe e çoj në urgjencë për të marrë ndihmën e shtëpisë sepse shikoj që djalit i ftohej shinduar. Dhe në ato momente sepse i ulet oksigjeni. Shkoj te doktoresha në urgjencë për të marrë ndihmën e parë. Doktoresha i kam trokitur derës, kam hyrë brenda, doktoresha nuk më është përgjigjur me një indiferencë shumë të madhe dhe më tha jo. Se çfarë jo, as nuk e kuptova. Entela, se tani, ky është një skandal e dashur Entela, të shkosh në urgjencë me një fëmijë që i ka rënë oksigjeni, që nuk e di sa e ka patur oksigjenin djali juaj. Gjithkohës urime oksigjenit në temperatura më. E qartë. Një quhet në kokë dhe tjetri jep të hapur në shpërit, dhe të shkosh në urgjencën e spitalit me një fëmijë i cili ka një oksigjen të ulët dhe qindra probleme të tjera serioze për jetën dhe doktoresha nuk të përgjigjet të thotë jo, po pse vënde drejtoresha? Doktoresha. Doktoresha nuk më përgjigjet. Ndërkohë shumë e kam pritur në katin e parë dhe kam takuar drejtorin e spitalit. Më ka ofruar ndihmën e parë pa në dieni. Drejtorin i kam thënë, ka telefonuar doktoresha. I ka thënë urgjentë të brëndshëm në mere djali. Ndërkohë doktoresha zbret me duar të xheta, dhe putet në një zyrë të katin e parë bashkë me drejtorin. Biset në 10 minuta, më para kalon për tala ndërkohë që nisën në korridor në rrugë të ftohtë me djalin, dhe nuk më kthen asnjë lloj përgjigje. Gjitem lart prapë në urgjencë, shumë i qetë, as e irrituar, as kam ofenduar, as kam thyer dikon. Sidomos dytat e bardha. Dhe kam pritur rreth 20 minuta me orë në dorë nuk ofroi asnjë shërbim. Kam marrë djalin në makinë, kam marrë në shtëpi, i kam marrë oksigjenin që e kam pasur 68 dhe direkt i kam dhënë gjipapin dhe i kam dhënë ato datë të tjera i me medikamentet e tjera. Por, dua të pyes Entela, përgjigja e doktoreshës kush ishte? Kishte fluksa të ditë në urgjencë dhe ti duhet të prisje radhën, shpesh në ndodh që kur shkojmë në urgjencë me familjar tanë, ka radhë duhet të presim, por është mjeku ai që e vlerëson se kush do jetë i pari në vizitë në urgjencë. Sigurisht është mjeku ai që e vlerëson, por çfarë ndodhi atë ditë në urgjencë? Kishte radhë? Kishte raste të tjera urgjente më të rënda që... Këm njeriu nuk ka pasur odeta në spital, kam qenë vetëm unë dhe djali im. Dhe dikush që më shoqëronte mua, që më mbante djali nga dora. Gjithsesi më duket e habitshme dhe e pabesueshme që një mjek eroje e urgjencës së spitalit rajonal aty në Gjirokastër të ketë turnin dhe të mos u shërbej qytetarëve që kërkojnë ndihmë, nuk di ç'të them. Është një gjë, as unë veç nuk e kuptova se ku ishte mlefi i saj, por ditë të them se që edhe në qoftë se nuk i dinte ato analizë që kërkova unë, ato vizitë që kërkova unë, një lloj analizë klimatit oksigjeni, që quhet Astrubi. Po. Dhe sikur të dinte të pse lajmëron një infermierë vetë nuk janë merr, dhe lajmëronte një infermierë, një kolegu të saj, një specialist, nuk e kuptoj pse e bëri këtë gjë. Gjithsesi, për mua si nën, si pin, si fëmër e si fëmijë, nuk di ka them sepse me më thonë urita, dhe nuk e di vetë si nën, po e di si një shoqe e tia, patëm një rrugtim shumë të gjatë të dy, nuk di çfarë të them, se vetëm kaq që nuk dua asnjë lloj gjëje, dua vetëm që djali im të ekzaminohet në momentin kur shkon në spital. Mos i humbi e drejta për asnjë lloj gjëje. Por kjo është më minimalja që ti kërkon e dashur. Nuk kërkoj odeta asnjë gjë të buta të bardha, thjesht nuk dua sepse bëra deri në moshën 18 vjeç dhe nuk dua që ta humbas kot.
E di që Miçua i ka të numëruara shumë mirë, madje në datën 22 qershor, ka qenë në sanatoriumin e Tiranës, është nisur në urgjencë e Gjirokastra në ambulancë, në gjendje as nuk reagon, në oksigjen shumë të ulët. Se di Zoti e ktheu përsëri në jetën e Duartemia, nuk kam fjalë. Këpun vetëm të gjë që djali dua sa herë që shkon në spital, mos i humbi drejta për vizita, për analiza, për çdo gjëje. Frika jote më e madhe është që ti nuk do shkosh në spital sërish sepse të duhet. Prej shumë vitesh spitali është kryer një shtëpi e dytë për ty, për hir të problemeve që ka djali. Dhe frika jote më e madhe është që do ndeshesh sërish me këtë mjek dhe ai do të ofrojë prapë shërbim, se është pak absurde që një mjeke të ta kthej personale me pacientin. Edhe pse një pacient mund të jetë i irrituar dhe mund të kthej mjekut një fjalë më shumë, unë besoj që mjekët i mirëkuptojnë pacientët dhe nuk besoj që një nga mjekët me bluza të bardha të hakmerret me një pacient në këtë lloj forme, mos i ofrojë më shërbim, se nuk është klinik private. Është spital shtetëror dhe ka detyrim. Odeta, Miçua është një fëmijë ku ka 18 vite në spital, është rritur në spital. Po pra, shtëpia juaj e dytë fatkeqësisht. Nuk ka gjak në trup, po ka vetëm serum edhe ilaçe. Nuk janë të gjithë mjekët, ishte hera e parë në 18 vite, ishte hera e parë gjithë mjekët e spitalit në Gjirokastër, jo vetëm në spital që më kanë dhënë shërbimi në mes të natës, i kanë qëndruar Miço se koka, por dhe në rrugë kur e shikoj më ndaloj dhe më pyesin për shëndetin e tij. Asnjë mjek nuk janë të gjithë në këto, ishte edhe një mjek që më ndodhi këtë situatë. A bëri një ankesë në spital? Në drejtorinë përkatëse për këtë mjeke, e cila nuk të ofroi shërbimin atë ditë? Po, kam shkuar te drejtori, e kam vënë në dieni, drejtori e ka njoftuar doktoreshën, dhe doktoresha e ka takuar drejtorin në një zyrë tjetër, rreth 5-10 minutash, dhe nuk më është dhënë asnjë lloj shpjegimi. Kam qenë edhe në korridorin e spitalit në pranim. E dashur, unë jam e sigurt që kjo mjeke nga Gjirokastra është duke na ndjekur, dhe nëse nuk është duke na ndjekur, do e njoftojnë se ky është bërë një problem i madh tashmë në spitalin e Gjirokastrës. Dëshiron ti përcjellësh një mesazh? Atëherë, mesazhi im është unë nuk kam asnjë gjë personale me doktoreshën në fjalë. Siç jam unë nën, është dhe ajo nën besoj e një fëmijë. Të gjithë bëjmë gabime në punë, asnjëri nuk ka pa gabime. Por i them vetëm kaq. Unë as nuk të paragjykoj, as nuk të dënoj, as të gjë kundër teje. Nëse ti duhet të kishe marrë rrugën dhe të më thoshje Entela po unë e bëra, dhe mesazhi im është vetëm kaq. Respekte shumë të ndaja nga ana ime në klapa, për atë doktoresh që u soll në djalin tim ashtu. Dhe i them ka një zot larg. Dhe ta gjykoj ai, unë nuk të kërkoj vetëm shëndetin për të biri. Dhe sinqerisht ju urojmë shëndet dhe jetë Miços, dhe pse ai ka nevojë shpeshherë të shkojë në spital për të marrë ndihmën mjekësore, uroj dhe shpresoj që mjekja në fjalë të na ndjeki. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur atë ditë, por ti kërkoje ta denoncoje ditën e sotme këtë ngjarje të rëndë që nesër mund të përsëritet sërish në spitalin e Gjirokastrës me të tjerë pacient. E dashur Entela, bashorti juaj është larguar nga kjo jetë para shumë viteve dhe të vetmin djalë ju keni vetëm Miçon. O, djali! Miço erdhi aty. Përshëndetje zemër. Miço mund ta deklaroj vetë. Miço të vizitoj doktoresha mami? Ha? E thot vetë me gojën e tij. Zemër, mos i bëj pyetje të tilla, të lutem, mos ta lëndojmë se u trishtua në fytyrë. Po. U trishtua në fytyrë. Ju urojmë jetë dhe shëndet, lutemi që ai t'i kaloj të gjitha këto probleme që ka me fizikun e tij dhe të rritet me dashurinë tënde që përkujdesesh 24 orë për Miçon. Po dhe ta Miçon e një 24 gjithë, është një nxënës në shkollën Urani Rumbo. Bravo. Përshëndes gjithë stafin pedagogjik të asaj shkolle, si dhe drejtorin dhe nëndrejtoreshën, që kanë bërë maksimumin që Miço të harrinte të fliste, të shkruante, nëse përpara si vjetë Miço në klasën e 9.
Bravo, sinqerisht, më vjen mirë dhe besoj që kjo gjë të bën të lumtur ty Sinan. Shumë. E tash me mitë në mëritur bashkë, ndjesi shokun e krahut, si nuk kam fjalë. Nuk di se si të ta përshkruaj një kalvari gjatë miqot shumë. E kam rritur me e ke rritur me shumë sakrifica, e vetme, sepse bashorti është larguar nga kjo jetë shumë herë dhe fatkesisht Miçoa nuk e njeh babain e vet. Jo, mban mend si figurë dhe nga fotografia. Që ti ja kujton për herë. Të shkojmë të dy në Vareza, vim të dy, në çdo vend. Miços nuk e kam lëshuar dorën dhe nuk jam për t'ja lëshuar dorën në deta deri në momentin e fundit të them syrin hapur. Se ti e gjëja më e rëndësishme për të dhe padyshim dhe ju jeni gjëja më e rëndësishme për Miçon. Eksakt. Dhe e besoj dhëmsurinë e një nëne teksa shikon fëmijën e vet të sëmur dhe ti lufton çdo ditë dhe uroj që t'ja dalësh, Miçoa t'ja dali, të vazhdoj studimet dhe t'jeti lumtur pranë teje, dashur Entela. Unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje direkte, uroj dhe shpresoj që zëri juaj të je dëgjuar, padyshim jemi të gjithë në mbështetje të zërit tuaj që të dëgjohet dhe do mbetemi bashkë në kontakt dhe ma puth Miçon. Faleminderit Odeta dhe shpresoj që të mirë notat dhe me një hershme dhe nuk duaj që të kemë probleme të tilla. Shpresoj që Miçoa do t'i ketë gjyqet e hapura në çdo moment që t'i ka patur nga gjithë mjekët e Gjirokastrës. Por unë nuk besoj që një mjeke do vendosi të mbylli spitali shtetëror nëse ajo ka kthyer diçka personale me ty dhe të lër djalin pa mjekime. Kjo do të ishte absurde, nuk besoj që do ndodhi kjo gjë. Por uroj që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë situatat e pacientëve kur vinë në spital. Është një shprehje që shpesh populli shqiptar e përdor për çdo kënd që në spital as hasmin mos ta shikosh. Pra kuptohet qartë me këtë shprehje se sa të rënduar janë familjar ku shkojnë drejt spitalit, ku njerëz që luftojnë për jetën. Kështu që mjekët duhet të ndërgjegjësohen dhe pse shpeshherë ne jemi pro bluzave të bardha për t'i mbrojtur, sepse edhe ata njerëz janë dhe padyshim që gabojnë. Por ne do vetemi bashkë në kontakt dhe të uroj më të mirat e kësaj jete ty dhe djalit. Të përshëndes të dashur. Ju përshëndes dhe unë nga Gjirokastra. Të falenderoj e dashur Entela. Ishemi rikthyer në studio dhe në këtë pjesë të dytë unë dua të sjell në fokus një tjetër histori, do të flasim për një nën e cila dhe ajo është zhdukur, ka humbur çdo kontakti me familjarët e saj dhe bëhet fjalë për historinë e Yrie Çikopanos. Për të gjithë besnikët e emisionit Pa Gjurmë e njohin mirë historinë e kësaj nëni, 67 vjeçaria e cila me probleme të shëndetit saj mendor është larguar nga dora e bashkëshortit, ka qenë anesti ai që kujdesej për bashkëshorten që kishte shfaqur probleme që në kohën e pandemisë të Covid-19. Por fatkeqësisht para ditën e 15 nëntorit të vitit 2023, ata kanë dalë nga shtëpia të dy së bashku për të shkuar në farmaci për të blerë medikamentet, por ajo është shkëputur nga dora e anestit, është larguar dhe ky fundi nuk ka arritur dot të mësoj drejtimin në të cilin ajo ka marrë rrugën dhe ku ka vazhduar. Dhe nga ai moment djali i saj, bashkëshorti i Anestit, nuk kanë asnjë informacion për Yrie Çikopanon. Këtë historinë e kemi sjellë shpesh në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht kur e trajtuam britën shumë informacione të cilat u munduam t'i lokalizonim, të bëni verifikime edhe vetë djali, por dhe redaksja e emisionit Pa Gjurmë, por fatkeqësisht nuk gjeti ndonjë gjurmë të 67 vjeçares. Ka kaluar një kohë gjatë, janë mbushur 2 vite, mbushen 2 vite nëntorin e këtij viti dhe konkretisht në 15 nëntor mbushen 2 vite nga humbja e Yrie Çikopanos dhe ende nuk është mësuar për fatin e saj. Anesti e ka banesën shumë afër godinës Report TV, këtu ku ndodhen studio tona dhe e them sinqerisht, ai çdo ditë sa herë që më shikon që unë vi në punë, më ndalon dhe më pyet nëse ka informacione. I kam premtuar që do bëj të pamundurën që çdo informacion që do vi do verifikohet, por do ta jap shpeshherë foton e Yrie Çikopanos se gjithë mundësia me madhe e personave të humbur është që sa më shumë të dalin në ekran, aq më i madh është probabiliteti që ne si gazetar të marrim informacione. Kështu që dua të prezantoj kronikën e Yrie Çikopanos, si ka humbur ajo kontaktet dhe rikthehemi gjithnjë me shpresën se ditën e sotme do marrim apo do japim ndonjë informacion për të.
Zhduke e papritur e të moshuares Hyrie Çikopano në kryeqytet më datë 15 nëntor të vitit 2023 ka vënë në lëvizje familjarët dhe stafin e emisionit pa gjurmë, edhe pas shumë informacioneve të mbërritura gjatë transmetimit live se ishte parë në disa zona të ndryshme në kryeqytet, ende nuk është arritur në gjurmët e 67 vjeçares. Ishte mëngjesi i datës 15 nëntor kur pasi burri grua shkuan në një farmaci në rrugën Dremjeda në zonën e ishparkut të autobusave, ndërsa Hyrie Çikopano i zhduket sa hape mbyll sytë të shoqit. Për shkak të problemeve të shëndetit mendor që e moshuara kishte shfaqur vitet e fundit, Anesti e ruante gjithmonë bashkëshorten e tij ndërsa shpesh e mbante të mbyllur në shtëpi. Por edhe pas këtij kujdesi, Hyrie Çikopano gjeti momentin dhe u largua për të mos u kthyer më në shtëpi. Të shqetësuar, familjarët kanë bërë një denoncim edhe në komisariatin numër 2 në Tiranë, por ende asgjë deri më tani. Ditën që u largua, Hyria kishte të veshur një palë tuta të zeza dhe një bluzë gri me kapuç. Me lot në sy, bashkëshorti Anesti Çikopano nuk ka rreshtur së kërkuarit të shoqen e cila për herë të fundit u largua nga dora e tij. Kjo është historia e Hyrie Çikopanos dashumish, kështu ka humbur kjo 67 vjeçare, zhjolloi kontakti me familjarët e saj nëntorin e vitit kaluar në rrugën Dremjeda këtu në Tiranë dhe nuk dihet. Me mua në studio është bashkëshorti i saj Anesti. Anest, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si je me shëndet, Anest? Si jam mirë, jo. Dhe se besoj. Më gati nga zbje nga shkallët. 2 vite që përjeton humbjen e bashkëshortes. Dhe këto janë dhimbje. Qa të them tjetër? S'kam fuqi të vita kërkoj më, nuk kam takat më. Të besoj, është të vështirë nga ana juaj, ju keni dhënë maksimumin, sepse ne kemi folur të dy edhe pas kuintave dhe shpesherë më ke thënë që fajtor isha unë, që mi iku nga dora, por nuk keni ju fajtor për humbjen e bashkëshortes. Ti ke bërë maksimumin, Anest, ke bërë gjithçka. Rrafat shumë që kam, se për tjerë, as i ndim nuk kam. Përveç ati qunit që kam. Që kujdeset për ty tashmë. Ai po kujdeset. I dashur Anest, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe bashkë edhe me djalin, por fatkeqësisht asnjë informacion nuk kam rritur. Ju nuk keni mësuar asnjë lajm për bashkëshorten. Unë i lutem gjithë popullit shqiptar, kudo që të më ndihmoj, ku ta shoj, ta gjej, do të jem minjos për gjithë jetën. Kudo që ta shoj, se unë vetë se kontrolloj do të më. E pa mundur, e qartë, e pa mundur nga ana juaj që të shkoni në çdo vend për të bërë verifikime. I dashur Anest, unë të kam thërritur sot në studio, sepse fatmirësisht ne ka ardhur një informacion. Ku na kanë telefonuar nga qyteti i Durrësit dhe pretendohet apo dyshohet se bashkëshortja juaj, pikërisht Hyrie Çikopano, mund të ndodhet në Durrës. Kam folur unë me qytetarin, qëllova unë rastësisht në zyrë në atë moment kur telefoni sekretaria e pagjurmit të ra, e kam ngritur unë telefoni dhe kam folur me atë qytetar i cili na dha një informacion. Dhe kjo telefonat ka ndodhur ditën e sotme, kur kemi ardhur në punë, kështu që do kthehemi të dy nga monitori dhe do dëgjojmë se çfarë thot qytetarja nga Durrësi për informacionin që jep për bashkëshorten tuaj dhe regjia do na ndihmoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Kom parë të Hyrie Çikopano. Ku e keni parë Hyrie Çikopanon? Mi parë shapkat baza. Po? Mandi shamin kokë, lidhur. Po? Edhe i bluzë. Nuk e di që kostumi ishte. E kom parë të një në spital. O fëti farmaci. Tu afër, në shpistime. Për çfarë vendi bëhet fjalë? Në spital. Në spital të Durrësit? Po. Bëhet fjalë për sot, për çfarë dite? Sot. Rreth çfarë ore? Ishte ora 8-9. E mëngjesit? Po. Po, dhe më trego. Hyri në farmaci dhe çfarë? Unë fute farmacia. Edhe kërkonte ilaç. Edhe ndëriki i sati farmacisi dyrki, kell deljat edhe ndovri.
Po nga bazohesh ti që është hyrje Çikopano? E pyta, si quhesh hyrje Çikopano? Ajo të ka thënë që quhem hyrje? Po. Ajo kalon mes për mes, do ta çoj foton e shife. Do na ndihmoje shumë nëse do bëje një foto dhe të na merri në moment në telefon ku ta shikoje. Do ta çoj foton nesër mëngjes e bash. Ajo kalon mes për mes. Por ajo grua që ke takuar e të ka thënë që quhem hyrje Çikopano, çfarë moshe kishte pak a shumë? Moshe e vjetër. Të dha përshtypje që ka probleme të shëndetit mendor? Po. Por mënyra si ishte veshur, jetonte në situatë rruge? Në situatë rruge. Ma t'i piton dorë. Të lutem, urojmë që ti jetë hyrje Çikopano, por nëse vërtet e shikon nesër, unë pres telefonatën tuaj dhe t'i bëni një video apo foto dhe të na i dërgoni. Do të marrë nesër mëngjes. Të falenderoj dhe do mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Inshallah. Urojmë që t'jetë lajm i vërtet dhe shpresojmë që nesër vërtet të na vi një foto dhe një video dhe urojmë që t'jetë hyrje Çikopano, por kjo qytetare pas një pjesë e bisedës është dhënë aty, e cila ka probleme me shëndetin e saj, e ka takuar rastisht një farmaci. Ajo shkonte për të blerë medikamentet dhe aty ka parë një zonjë të ngjashme me hyrje Çikopanon. Duke ditur që e shikonte emisionin pa gjurmë dhe e njinte mirë historinë e hyrje Çikopanos dhe e ka pyetur dhe ajo ka deklaruar që quhet hyrje Çikopano dhe ishte në situatë rruge sepse tha qytetarja që kishte problemi shëndetit mendor, është larguar dhe uroj tha që t'i bëj një foto se çdo mëngjes kalon në zonën në spital të Durrësit. Unë dua të them dhe të kujtoj që shpesh na kanë ardhur informacione nga qyteti i Durrësit. Dhe ndoshta mund të ketë përfunduar aty dhe ka ngelur situatë rruge, lyp dhe nuk e dim se ku fle dhe çfarë po ndodh me fatin e saj. E uroj me zemër që t'jetë ajo. Inshallah. Do Zoti. Mirë, jemi sërish bashk live dhe jemi në minutat e fundit dhe dua dhe një regjia t'japi japi pasaportën e hyrje Çikopanos, që po trajtonim në pjesën e dytë, ku me mua është në studio bashorti i saj Anes Çikopano, 67 vjeçaria nga Tirana, e cila ka humbur kontaktet me familjen në 15 nëntor të vitit 2023. Kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Anes, përpara se të falenderoj dhe të të përcjell, ke një mesazh. Ma kërkove që në fillim që dua t'i jap një mesazh për të gjithë qytetarët që mund ta shikojnë bashortën tuaj. Tashi, ju lutem gjithë qytetarëve, gjithë popullit, kush e shef, do më ndihmoj, do jem mirënjohës për gjithë jetën, kush e shef dhe e gjen. Të falenderoj Anes që të pata në studio, mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme, unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit, kushdo që ka një histori dhe kërkon që zëri i tij të dëgjohet, ka një denoncim për të denoncuar konflikte të ndryshme apo qoftë dhe institucione shtetërore, dera e pa gjurmë është e hapur, kushdo mund na kontaktoj në numrin e telefonit WhatsApp që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por dhe në numrin fix, por dhe mund na shkruaj në rrjetet tona sociale në Facebook Pa Gjurmë Report TV. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.